dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Në Lushnjë janë evidentuar nga policia 3 raste të shfrytëzimit të hapësirave publike. Vihen në hetim 3 autorët e palishmërisë. Vijon plani operacional policor i koduar hapësirat publike kundër shfrytëzimit të kundërligjshëm të hapësirave në Lushnjë. Evidentohen 3 raste të shfrytëzimit të hapësirave për aktivitete ekonomike të paregjistruara. Vihen në hetim 3 autorët e palishmërisë. Në vijim të kontrolleve dhe verifikimeve të kryera në kuadër të operacionit hapësirat publike, me objektiv evidentimi dhe ndëshkimin e rasteve të zënjes dhe ose shfrytëzimit të hapësirave publike ose private në kundërshtim me ligjin, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AS, 34 vjeç dhe RK, 29 vjeç, banues në Lushnjë, pasi në lagjen Savër kishin pushtuar 2 hapësira publike, të cilat i shfrytëzonin si subjekte për shitblerje automjetesh, aktivitet të cilin nuk e kishin regjistruar te organet tatimore. Gjithashtu u vu në hetim shtetasi AH, i cili shfrytëzonte një hapësirë në lagjen Gafur Muça, si vend parkim automjetesh, aktivitet të cilin nuk e kishte regjistruar te organet tatimore. Plani operacional hapësirat publike vijon, thuhet në njoftimin e policisë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Kryeministri Edi Rama me anë të një video mesazhi në rrjetet sociale sqaron rritjen e pagave dhe pensioneve me lek të vjetra apo të reja. Kryeministri Edi Rama e nisi podcastin e tij Flasim me rritjen e pagës minimale që do të arrijë deri 700 euro deri në fund të mandatit të Partisë Socialiste. Rama sqaroi se sa do të jetë rritja edhe nëse do të paguhen me lek të vjetra apo të reja. Ai foli edhe për rritjen e pensioneve duke nisur nga 1 janari i vitit 2026. Pensioni urban me vitet e plota të punës do të shkojë në 40.000 lek të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm do të shkojë mesatarisht në 22.000 lek të reja nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural do të shkojë në 18.000 lek të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar do të shkojë në 18.000 lek të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit do të shkojë në 30.000 lek të reja nga 20.000 që është sot. Dhe për të qenë konkret për sa i përket vitit që vjen, nga janari i 2026-s, pensioni do të rriten çdo muaj si vijon dhe e përsëris këtu nuk hyn indeksimi vjetor që do të jetë një gjë tjetër dhe do të vazhdoj normalisht vit pas viti. Pensioni urban në vitet e plota të punës do të rritet me 1.800 lek të reja. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet me 800 lek të reja, pensioni rural do të rritet me 1.000 lek të reja, pensioni familjar me 700 lek të reja dhe pensioni i invaliditetit me 600 lek të reja. Projekt buxheti 2026 ka dhe një rritje të rëndësishme të zotuar në procesin e fushatës zgjedhore dhe të zbatuar nga 1 janari 2026, kur do të rritet paga minimale për 307.850 punonjës të regjistruar në shtet apo në privat që do të marrin 500 euro. Rritja e re e pagave e përshkon projekt buxhetin 2026 për 10.600 punonjës, shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier që do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lek të reja në muaj, ndërkohë që për specialistë administratës publike rritja do të jetë 5.000 lek të reja në muaj, për mësuesit rritja do të jetë 3.000 lek të reja më shumë në muaj. Kryeministri Edi Rama komentoi sërish në podcastin Flasim vendimin e kushtetueses që rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin e Veliajt. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij
si person dhe si zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi kushtetues, qëndrim të verbër kundër qeverisë, por hapa në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Velia në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira. Më duket se edhe kjo është gjëja më normale. Pensionistët e huaj po largohen nga Shqipëria sepse janë rritur kostot e jetesës. Rritja e kostove të jetesës në qërat dhe çmimet e ushqimeve, të cilat tani janë mbi mesataren evropiane, po largojnë pensionistët e huaj që kishin zgjedhur vendin tonë për të jetuar. Sipas të dhënave të Instat, grup mosha mbi 60 vjeç përfaqëson një pjesë rëndësishme të huajve në vendin tonë. Vitin e kaluar, 3007 persona në këtë grup mosh ishin me leje qëndrimi në vendin tonë, me rënje 15.5% në krahasim me vitin 2023. Ndonse numri i përgjithshëm i të huajve me leje qëndrimi është rritur nga 21.460 në 2023 në 21.940 vitin e kaluar, grup mosha mbi 60 vjeç është kurrur si në numër ashtu dhe në përqindje. Ulja e këtij grupi lidhet me lëvizjen e pensionistëve të huaj drejt vendeve të tjera me kushte më të favorshme për qëndrime afatgjate ose me kosto më të ulët të jetesës. Të dhënat tregojnë se profili migracionit drejt Shqipërisë po bëhet më aktiv dhe më i ri në moshë, me rënje të komponentit rezidence përhershme pas pensionit. Në grup moshën deri në 19 vjeç, numri është rritur pak, nga 1891 në 2023 në 1947 persona në 2024. Çka përbën rreth 9% të totalit të emigrantëve në vendin tonë. Kjo kategori përfshin kryesisht fëmijë dhe të rinj që jetojnë në Shqipëri si pjesë e familjeve të huaja ose të prindërve që punojnë në vend. Pesha e qëndrueshme e këtij grupi tregon se flukset familjare nuk kanë ndryshuar ndjeshëm. Grup mosha 20-29 vjeç është rritur më shumë se çdo kategori tjetër, nga 3811 persona në 2023 në 4356 persona në 2024, ose 14%, duke zënë 20% të totalit të personave të huaj me leje qëndrimi në Shqipëri. Kjo tregon një zgjerim të ndjeshëm të prurjeve të rinjve apo punonjësve sezonal apo studentëve që po e shohin Shqipërinë si destinacion për studime, punë e të tjerë. Në grup moshën 30-39 vjeç vihet re gjithashtu një rritje fort vjetore me 11.7% me një numër total 5395 persona në 2024. Kjo grup mosh zë 24% të totalit të emigrantëve dhe përfaqëson kryesisht njerëz aktiv në tregun e punës, profesionistë që vendosen për periudha të mesme ose afatgjata për arsye ekonomike. Rritja e kësaj grup moshe tregon se Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë të huaj në moshë pune, të cilët e shohin vendin tonë si një hapësirë me mundësi punësimi ose investimi. Në kategorinë 40-49 vjeç, numri të huajve arriti në 4283 persona në 2024 me zgjerim 10%. Edhe kjo grup mosh përfshin individ aktiv profesionalisht. Grup mosha 50-59 vjeç ka shënuar një rënje me 15%, çka tregon se të huajt e kësaj moshe nuk zgjedhin të qëndrojnë në Shqipëri, ndoshta për shkak të moshës afër daljes në pension. Të dielën do mbahen zgjedhjet e pjesshme lokale në 5 bashki. Policia ka ndërtuar një plan masash për atë ditë ku do të angazhohen mbi 600 punonjës në terren. Të dielën më 9 nëntor do të mbahen zgjedhjet e pjesshme vendore në 5 bashki: Vlorë, Berat, Cerrik, Mat, Tepelen. Komisioni qendror i zgjedhjeve ndërkohë ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore për zgjedhjet, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike, ruajtjen e objekteve zgjedhore, si dhe parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga ligji për policinë e shtetit. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit hartoi një plan të detajuar masash për zbatim nga strukturat vendore ku do të zhvillohen zgjedhjet të pjesshme. Në 5 bashkit ku do të zhvillohen zgjedhjet, policia e shtetit ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore, ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve, dhe ditën e shtunë do të marrë në ruajtje 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Lista me 612 punonjës policie dhe automjete policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve është dërguar në KZQZ dhe është miratuar.
Shërbimet e policisë janë të planizuara për ruajtjen e objekteve që do të shërbejnë si qendra votimi, do të instruktohen ditën e shtunë paradite dhe më pas do të shpërndahen në qendrat ku janë të planizuara me shërbim. Ditën e diel, që është dita finale, me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërbejnë si qendra votimi, punonjësit e policisë do të tërhiqen në vend grumbullime të përcaktuara dhe do të rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ove në orën 19. Më datë 9/11/2025 në orën 18, shërbimet e policisë do të marrin në ruajtje të gjitha objektet e VNV-ve, ku do të bëhet numërimi i votave dhe shërbimi do të vijojë deri në përfundim të gjithë procesit. Janë marrë masa që në çdo komisariat dhe drejtori në territorin e të cilave do të ketë zgjedhje, të ketë grupe të gatshme për të vepruar në terren në rast nevoje. Të gjithë këta punonjës janë të trajnuar dhe të miratuar nga KQZ-ja dhe do të jenë të pajisur me mjetet e identifikimit dhe me jelek të policisë. Strukturat e posaçme hetimore të policisë së shtetit të ngritura për hetimin e krimeve zgjedhore janë në terren, në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese për të evidentuar dhe goditur çdo tentativë për të tjetërsuar voton nëpërmjet shitblerjes apo formave të tjera. Gjithashtu në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit është ngritur grupi i koordinimit dhe drejtimit për procesin zgjedhor. Apelojmë për qytetarët që të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën e tyre për të votuar apo që synon të tjetërsojë votën e tyre. Policia e Kosovës arreston të plagosur autorin që vrau 2 vëllezër, të cilët ishin dykunetërit e tij. Vrau 2 vëllezër Driton dhe Naim Morina në Golloboc të Malishevës dhe arrestohet nga policia e Kosovës Astrit Isufi, rreth orës 6:30 të mëngjesit të së premtes në fshatin Pllogjic. I dyshuari për vrasjen e 2 fisht, i cili ishte në arrati që nga momenti i ngjarjes është gjetur i plagosur. Policia dyshon se plagët nga arma e zjarrit kanë ardhur gjatë përleshjes me 2 viktimat. Isufit i është dhënë ndihma e parë dhe është dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Nga ky institucion shëndetësor bëjnë me dije se gjendja e tij është stabil dhe jashtë rrezikut për jetën. Prokuroria themelore në Gjokov ka njoftuar se brenda afatit ligjor ndaj Astrit Isufit do të paraqitet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente. Astrit Isufi mesditën e së njëjtës qelloi për vdekje 2 vëllezërit e gruas së tij para shtëpisë së tyre. Sipas informacioneve të para, i dyshuari Isufi, bashkëshorti motrës së viktimave, kishte shkuar në shtëpinë e tyre për të marrë gruan e tij, e cila ndodhej aty për ceremoninë martore të babait të tyre. Në momentin kur ende po vinin njerëz për ngushëllim, Isufi fillimisht ishte larguar nga oborri, por pas disa metrash ishte kthyer sërish dhe kishte shtënë me armë zjarri ndaj 2 vëllezërve duke i lënë të vdekur në vend. Sipas informacioneve, konflikti erdhi për shkak të një fjalosjeje që kishin pasur. Astrit Isufi ka të kaluar kriminale. Prokuroria themelore e Gjakovës ka njoftuar se Isufi ka akt akuzë të ngritur për dhunë në familje dhe kanosje. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.